Që është karakteristika që për Jaceku është edhe arsyeja pse e meriton finalen ose fitoren, besoj që lëndrimi i ka jep qatë shumë energji shtëpisë, so që ju ka jep edhe Elionës dhe lëndrimit që me ardhi që aty ku janë. Ata dy besoj që ishin kohën pozitin ku janë pa lëndrimin. Eliona, një vajzë e diasporës me një histori shumë dëmshme. Që ato shqetësike ma herët. Klodi, një djali i Itali. Qa ka bo Klodi, si pas libero? Libero, jo, Klodi për një me jashtë nuk e di sa transmetohet, edhe për një me më ka që ditë fakti që jashtë nuk shqiet shumë qaj sen, Klodi është djali tepër i mirë, mrena shumë empatik. Se kretë pëtuni që po delni, do këtë Klodi nga jashtë më negativ, po mrena shumë i mirë. Mrena kretë menojnë që kam e fitu Klodi. Ti për shpesh që këtë kësen. Shumë, se gjysh energjia ti shkak që përfshijet gjithë kohë, dimon shumë. Le të fiton arditja ju gjerë. Kokshë helper syndrome, për me është djallë shumë mirë. Tash loja e ti, unë e kom kritiku lojën e ti shumë herë. Se për këtë lojës, ka pas debate shumë të forta, po tre konjë që ka bo. Më pëlqen Klodi shumë për të, seriozisht, mu më pëlqen. Prej banorve që më kam pëlqy kështu, përveç Elionës, lëndrimit, labit, sa përzime atë labin tjetër, është edhe Klodi, edhe Benita, edhe kush tjetër më pëlqen, më kam pëlqy edhe plot veta, po... Edhe Benitën kësha pasur shumë e po në finale. Benita për qëfare o mrena të për Benitën, fajna. Ka shumë personazhe që mu më kam pëlqy gjatë këtij edicioni. Benita mrena është shumë cute, edhe është tepër që ke mirë, edhe shumë shpesh i këmë thonë, Benit, kur të bëjsh debate, se e bën debate të nditën, tani e ka një 2 minutë që eskalon, dhe qaj 2 minutë që e në prime. Më thonë, Benit, mundohë që atë 2 minutë me evitu, mëse bë, se në shazel mirë në publik, po shumë kësha pasë qef me ja dërgu një mesaj ose një drën, edhe me thonë, Benit, you're doing amazing. Sa shpeshot që edhe publiku është të dashtë, kër jëmë hinë mas 2 javë ose 3, publiku e ka urrejt Benitën, rastyre që ka ndodhë. Më bëhë shumë mirë që e kanë kuptu që sotet që është pak qurë është real, që ajo është Benita e vërtet. Pojza, e ka arritë qëllimin e saj. Mirë, Lab, se së me kalu bisedën pa të pyt pak për jetën personale. A ka ndodhë nëjë që ka nëjë balafaqim, nëjë kontakt, bised, me ishtë të dashurën? Ka ndodhë halo kur gjëheq, edhe se di ako me ndodhë, nese ku më shku në Gjermani për ndryshe, me nejtë një javë. Mi po pak familjarët e mi, së në ka normale. Veç familjarët? Veç familjarët. Zvicër jo, në Gjermani? Jo, në Gjermani e të, po. A pret një balafaqim? Po pëse që i shkollë mirë, të pak të me mbyllë, edhe pse ka qenë në mbyllë, po me folje njerë se kom shumë pikpytje. A i shëri kësyrë njëra, po ka përfundu që ka? Jo, ka përfundu që ka. A ka vullos që letër që të ka dërgu në bek emocionin të nda i saj? Une e këmë thonë shumë shpesh që djera ka qenë në mbyllëne, po tani në qatë më, jo, e kena lo një derë hapër, shëtë si pak hapër. Ishtë një dritare. Një dritare, në qatë prime, më thonë ajo ka mbyllë derën, unë ja këmë qita një Chelsea. A dolin ta ke me Gjenetën, që eftove publikisht? Që ti dishit vre? Ne vesna i kur gjo. Jo, ta kem, kështu ta kem romantik scena dalë, po këna hungër ushqim me keqa da qa kem. Pra ko këni dalë ta ke me Gjenetën? Jo, bre, që ty në klan këna hungër që të nalë. Shën Valentini i konfestove? Shën Valentini e konfestu me... Kure fa? Me? Me Gjenetën me Sofin e Klanit. Me kejtë Sofin e Klanit. Që ti më konë që atë, ju e Gjenetën. A mund e të pasë në qka mes jush? Se di, të këqyron. Da vishtë të pjesa me Gjenetën e dëgju. Sofi Klanit. Jo, e konfestu me Sofin e Klanit. Sofi Klanit jeme dhe na, por nase këna festu me ty. Ju s'keqa të... Aja ke uru Shën Valentinin Gjenetës? Ja ku më uru, po. Kaq. Me lule pa lule? Me një balon, kështu me ajë. Qka për të ma shumë o lam? Shumë i ty të matizime. Jo, po ke momenti që djelza e murë dhe ato lullet, e në e pota një balon kërë dhe thashtë që s'po të loti pa dhurat. Këshet shtu. Dhe s'ka shëqërishi, friends. Qëfar shoko. Që dhe doj një shok të tilë në jetë. Mos milion keq. Këtë edicion këtë sa e ka ndodhë shëshnishi. Keni konë ju djemët. Veç shok jeni konë, do me thonë qikat i kemi pas shumë ma libera dhe më të hapëra, se të vetë shok. Si vetë se ja këna plëcu heq dëshiren, më po si përputhën. Po nuk është si dëshire, është emocione. A heq kërkuj si klik i mrena? Ta klik bërë shumë albës edhe dolqës. Me quna.
Me Eden, me... Albën, mësë ma përmenë se t'i që shqyqër që ka dalë, edhe veç e kom harru, edhe e kom mos kape me. Vjetë jënë konë dy personazhe